dhe në shoqërinë shqiptare. Dhe siç e shikoni është një kopje 100%, pra Zamira Sinaj, që është kandidate për deputet në lista e mbyllura, dekane në Fakultetin Ekonomik. Pra ju e shikoni, i gjithë artikulli është i kopjuar. I kopjuar fjalë për fjalë me ndonjë artikulim ndryshe deri diku, madje shikon që ka dhe pjesë të ndaluara për fjali që s'bëjnë sens, sepse nuk e ka kopjuar mirë, dhe ky është modeli që ripërsëritet në mënyrë të vazhdueshme. Pra, adhe hipotezë si thua që unë e kisha, e testova, ndoli ne i themi në shkencë signifikante, pra i p-value, domethënëse. Më pas pash një artikull tjetër, dhe më ndihmoi regjia me artikullin numër 2, ku shikon përsëri dekane, pra këtu kemi 2 artikuj, ku në një artikull është dekani autore, në artikullin tjetër është një pedagog Ulpian Hodhi, dhe është i njëjti artikull, i publikuar në të njëjtin vit. Pra 2 shqiptarë kanë publikuar të njëjtin artikull në të njëjtin vit. Njëra është në një revistë të investuar nga Bashkimi Evropian, tjetra është në Universitetin e Tetovës. Ka vetëm artikulli, ka vetëm një autore tjetër që është e përbashkët në 2 artikullit. Pra kuptohet që ajo autore ka bërë punën, praktikisht presupozoj që ka, le themi... Pra, mund të themi Traulan që ka përdorur... Ka qërasur për të ngritur, dhe ajo që të bjen në sy është që një nga autorët e artikullit, nga shkrimet që kam dëgjuar në gazeta, është në akuzë nga Spaku, për shpërdorim të tyre në Universitetin e Durrësit. Pra, dhe po të shkosh më tutje në artikull, shikon që pjesa teorike është kopjuar, dhe kjo më pas sigurisht që të vë jashtëzakonisht shumë dyshim gjithë mënyrën se si apo materiali apo informacioni që të paraqitet nga ky punim. Pra, kjo është situash gjendja ku ne ndodhemi. Ne nuk kemi një rivlerësim të gjendjes aktuale në arsim, kemi një mbyllje sysh dhe një propagandë për të promovuar të njëjtin sistem antivlera që kanë mbajtur të sistem. Dhe kur them me profesion akademik, unë e barazvlefshme me një prostitut apo një zhigolo që shet trupin e vet. Pra, ne kemi të bëjmë me prostituta dhe zhigolo akademike pra të shkencës në Shqipëri. Njerëz që shesin dinjitetin, integritetin e arsimit, me qëllim të përfitime personale, përfitimet familjes dhe të partisë politike, sepse është shumë e dhimbshme të shikosh një dekane të fakultetit një dekane fakultetit s'ka rëndësi ekonomiku, mjekësi e tjerë, të bëj të fushat elektorale, ndërkohë që është në krye detyrës. Kjo zonjë, si shumë zotërinj të tjerë që ke rektor në Universitetin e Tiranës e tjerë, nuk e kuptojnë se çfarë do thotë ti je dekan. Dekan dhe rektor është më i fuqishëm se ministri i arsimit. Ministrat e arsimit ikin dhe largohen, po dekan dhe rektorët ngelen histori në shkencat përkatëse ku ata operojnë. Dhe pikërisht ky fenomeni prostitutave dhe zhigolove akademike, pra i marrjes së pozicioneve përmes kopjes, mashtrimit dhe aderimit në parti politike, është një sulm i drejt për drejt ndaj integritetit të arsimit. Është një sulm i drejt për drejt ndaj kombit, sepse arsimi është ai që mban kombin në themelet e kombit. Këta njerëz nuk kanë asnjë problem të ndrojnë nesër as identitetin, as të ndrojnë numrat, as të falsifikojnë të dhënat, sikurse kemi parë me shumë statistika që ndodhin në Shqipërinë tonë, dhe rredimisht një njeri apo një re, kur shkon në auditor, nuk përballet me njerëz që i tregojnë një model suksesshëm, por përballet me një model dekani, rektori, pedagogu, i cili e vendos njeriu e aftë përballë një dileme të madhe. Shikon përballë shokët e vet apo shoqët e veta që shkojnë atje dhe bëjnë fushat elektorale, paguajnë lek dhe marrin diplomën, dhe vetë lodhet, mundohet çdo ditë për të mësuar dhe nuk i jepet ose barazvlerësohet, dhe jo barazvlerësohet, po nënshtrohet nga njeriu të paftë. Dhe çfarë sjell ky fenomen? Ky sjell dëme të mëdha në radhë parë në të dy anët. Qoftë ai personi që vjet diplomën, sepse ai praktikisht sistemi e ka kthyer në njerëz të korruptuar dhe në një vlerë që do i shërbente shoqërisë në një situatë krejt tjetër, dhe ky re apo re që është i aftë dhe na i merr bolla Europa. Ne jemi situash shteti me largimin më të madh të trurit në Europë. Dhe kjo sjell edhe diskriminimin ekonomik, sepse raporti i Bankës Botërore nxori një tjetër alarm, në mos gaboj, uroj t'i kem në shifrat korrekt, që 1% e shtresave të varfëra kanë mundësi për të ndjekur arsimin cilësor.
Pra, sepse ky sistem i vjedhjes praktikisht vlerëson të tjera aspekte. Vlerëson aspektin ekonomik të familjes, me qëllim që të ketë impakt dekani rektori, impaktin që ka dhe partia me qëllim që të ngrej shtrirjen për të rekrutuar. Ju e pa sot kryeministrin ku dekane ishte lumtur që thoshte kam sjell 100 antar të Partisë Demokratike të rinj, të forumit rinor për këtu në Partinë Socialiste. A e kuptoni dekane ekonomiku të një universiteti. E pastaj ne jemi në këtë gjendje ku le themi universitetet janë në fundit në rajon, ku çdo gjë po shëmbet, pra ne jemi si shoqëri që kërkojmë diplomat huaj, ne jemi shoqëri që kërkojmë malt huaj, ne jemi shoqëri që vlerësojmë shko në shoqëri shqiptare, shkojnë dhe mjekohen nga mjek indian, turq, thjesht sepse janë indian apo turq, dhe nuk e kanë kapacitetin për të kuptuar se duhet shikosh kredenciale. Për më tepër të operojnë në një shoqëri ku duhet kesh licencë për të operuar dhe shteti nuk i kontrollon. Pra, kjo duhet ka koha që ne kemi të bëjmë me rastin ku deformohen të menduarit dhe jo format se si shkojmë drejt arsimimit. Sepse si kurse dekani në fjalë që ju e përmendni, shumë kusht tjetër që bën plagjaturën apo përgatit këto lloj tezash, e ka gjithashtu rrugën paralele që të ndjek të duhurën për të sjell opinionin e vet, studimin e vet, gjetjet hulumtuese të vazhdueshme për të arritur deri aty. Por natyrshëm, çdo kush që po na ndjek në këtë moment, sikurse unë pyesim, kur ju e keni aksesin dhe e zbuloni këtë kopjo edhe ngjit të tjerët, ata që vlerësojnë, nuk mund ta bënin këtë hulumtim më herët, që të shikonim që kishin të bënin me një rast të ngjashëm? Po patjetër që mund ta bënin. Vetë universiteti duhet kishte sisteme antiplagjatur, që shteti jep paranë dhe nuk e implementojnë. Universiteti duhet ketë komisionet e etikës që duhet vlerësojnë rastet dhe nuk duhet vetëm unë ta denoncoj. Mjafton të bëj kontrolle ku dihet tashmë një fenomen shumë i përhapur. Qeveria duhet merrte masë. Po qeveria e ka kthyer në normalitet, madje e ka kthyer në mbivlerësim, se i merr dhe i bën deputet, madje i futet edhe në listat sigurta. Pra, këta persona nesër do na bëjnë reformat e universitetit. Po çfarë reformë universiteti mund të bëjnë kur i kanë kthyer universitetet në ambiente partish politike, ku gëzohen se mora 100 të rinj Partisë Demokratike, i çova në 100, i çova të Partisë Socialiste? Kjo është unë habitem edhe me pjesën e opozitës. Në çdo fushatë elektorale, njerëzit paguajnë para për nxjerrje skandale të kandidatëve të kujdo partie. Këtu ja jep skandalin falas dhe nuk reagon askush. Pra ju e keni dhënë? Po e ke publike, ja, e ka publike, nuk kam nevojë t'ia dorëzoj unë. E ka publike informacionin, sot duhet ishin fletushka të shpërndarura në gjithë Vlorën, në gjithë Universitetin e Vlorës, për të thënë ky model dekani, rektori, qoftë i PS-s, qoftë i PD-s, qoftë i BSI-s, si kujdo partie, nuk mund të ekzistojë më. Ndoshta prej faktit se deri më dje ka pasur në radhët e veta dhe nuk e intereson që sot ta shesi kundërshtarin e dobët. Po atëherë do rrim në këtë sistem që ne jemi, dhe prandaj ne po e bëjmë këtë diskutim dhe